Zoti Balla, replik. 2 minuta. Shu është kur nuk ngjon në kryetarin e grupit. Gjoje. Si ishte kjo? Do më thënë, po na thuhet sot këtu që protesta e ka arritur suksesin e parë dhe është hequr non grata. Kështu thatë, ja arritët edhe madje zotrote, ndryshove dhe sloganin, se ta kanë dhënë të drejtën ty protestusit, u ndryshosh ty sloganin. Madje thua që protestusit sonte nuk do të rrasin më Berisha në Burg, po Berisha në Washington. Jeni bërë si telefoni prish. Ndoshta audio e telefonit të ndonjë kolegu apo kolege nuk ka qenë mirë, do të gjotesh. Po, më falu, e vlerësoj unë se çfarë them. 7031 C-ja, mbi cilën Sali Berisha është pallur non grata, në vlerësimin tim është pak vështirë të hiqet. Megjithatë, unë do ta komentoj këtë sapo nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, o nga Departamenti i Shtetit, o nga Ambasada Amerikane, do të ketë një njoftim zyrtar për këtë. Unë nuk komentoj biseda telefonike, se nuk është korrekte, nuk është institucionale. Por fakti që ju vini këtu dhe e shisni si sukses të protestës një gjë tillë, mendoj, jo përse vete the, se the protesta sonte do të rrasi Berisha në Washington. Kot lodheni ta vidhni protestën, jo Sali Lushën të çonin protest ju, jo të gjithë ju të shkonin protest. Përfundoj. Ta mbaroj, lutem, ne kemi një mandat për të qeverisur vendin, kemi një mandat për të përmbyllur marrëveshjen për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ju kemi mundur, po do t'ju mundim më thellë në 2029. Faleminderit.